Ndezi mikrofonin çdo ditë me të njëjtin emocion si ditën e parë. Të dashur dëgjues, miq, koleg e bashkëpunëtor. Sot nuk është një ditë e zakonshme në këtë 16 shtator. Jemi mbledh me festu 26 vite jetë, 26 vite za dhe histori të Radio Dukagjinit, një za që nuk është ndalë për më shumë se një qerek shekulli. Në këto 26 vite kemi kalu bashk net të gjata, mëngjese plot humor, lajme që na kanë bajt zhrut, me emisione që kanë prekur çdo zemër gjithandej botës. Por mbi gjitha kemi ndërtuar një lidhje që nuk matet me minuta, kemi ndërtuar besim. Dhe ky besim i ndërtuar dita ditës është forca më e madhe që ka pas ndonjëherë kjo radio. Radio Dukagjini është shumë më shumë se një medium. Është një ndjenjë, është pjesë e shpesjuj, e makinës, e ditëve të mira, e ditëve të vështira. Dhe kjo është falë jush ushtar dashur. Falë jush që na keni besu, na keni zgjedh, qeni rrit me ne dhe keni qesh e qarë përmes zërit tonë. Stafi i Radio Dukagjinit e ka ditë gjithmonë një gjë. Çdo minutë në valë tona është një përgjegjësi e madhe, një përkushtim ndaj publikut, ndaj së vërtetës. 26 vjet nuk janë pak. Janë shumë kujtime, janë shumë sfida, janë shumë fitore, por ajo që na bën më krenar është që edhe sot pas gjitha këtyre viteve jemi ende radio më e dëgjuar në Kosovë. Dhe kjo jo për shkak të zhurmës, por për shkak të zërit që dëgjohet me zemër. Prandaj sot në këtë përvjetor nuk duam t'i bëjmë vetës urime, duam t'ju bëjmë juve, sepse Radio Dukagjini është historia juaj, po aq sa është e jona. Andaj faleminderit që jeni me ne, faleminderit që jeni bozani kur kemi hesht, forca kur kemi qenë lodhun, dhe arsyeja pse ende pas 26 vitesh ndezi mikrofonin çdo ditë me të njëjtin emocion si ditën e parë. Urime 26 vjetorin. Radio Dukagjini. Zani që ju ndjek.